ndryshkojnë rregullave të komunikacionit atje, e nështë të njëjtët persona, kur të vinë në Kosovë, janë bashkë sipas qefit tyne se këto mujna me ndoshta me bona i san ju jashtë legjë, po mënoj ju të legjme me se nuk ndëshkuan. Se nuk ndëshkuan. S'po du me thonë që kështu po ndonë realitet. Ata e kanë edhe vetdijen në një shkollë, një familjar më tregoi në Zvicër, 20 në orë është rruga që është pranë shkollës, vetëm 21 në orë ka qenë një vozitës, një shofer aty kalimsti, ju ka marrë leja. Thash po për njësë më shpeksyr, okej, ta vozit me pak, 19, 18, qështë dush? O shkolla, nuk të drejtë. Po se ai konsiderohet të rrezikus potencial. Bashkimet shumë rigoroze. Kur e përmende Gjermanin, Vale, ma kujtove një të afërm që jeton në Gjermani dhe tha, atje më nxërr jena prej plakave. Kur jenë në komunikacion. Se dhe më thonë nëse plaka e shen një makinë që e ka thy një rregull caktuar, ja vetë e telefonon. Ose që është parku keq ose diçka, pse se e shes si mbrojtje ndaj qytetarëve të vendit vet. E na çka bojmë, ende vazhdon me jetu, e që po bënoj që prap Bilkisja, këto nështë nuk e ka si informacion. Kushtimisht po kishe, dhe më thonë që po na bjen fshat qytet me i pas do diferenca. Për shembull në momentin kur jeti të vozit, je shpejt, veç kur e shet dikush që është përballë teje, natën ta bën me drita ose ditën. Pse ta bën me drita, tregon që polic ka, do më thonë, në informimi që janë polic të afër, do më thonë njofton që ti më ngadalsu shpejtësinë. Pse? Tash, a duhet, përderisa në Gjermani, do më thonë, thirrët dikush që e ka thy ligjin, në komunikacion, ose një rregull të komunikacionit, na e mbrojna prej ndëshkimit. Kjo na ka ardhur për shkak që kemi qenë të pushtuar edhe ende institucionin ose policin e shohim si kushtimisht si armik, nuk jena ende do më thonë të vetëdijshëm që ajo është pjesë e jonja, është për më na mbrojt neve, po e shohim ndoshta si armik, si ata policia e Serbisë, po megjithatë ishtë dashtë më të i kalu tash bre, edhe për kundër dënimeve të shumta. Për shembull, 150 euro tash dënohesh nëse nuk e ki të ngjitun rrypin e sigurisë. Edhe prapi shesh shqiptarët, e lëshër atje një muzikë të mirë, është shtri, as ka rryp të sigurisë, as kujto, nuk po muj me kuptu, a jena shumë pareli, a që kjo çështja mos pagesës së dënimeve është çka që shprehun që është gjendje me bë kushet disa dënime edhe nuk e ka hiç dert atë punë, ose çka nuk po na bie tamam. Nuk e di në cilin vend një doktor një vendit i emergjencës e kishte hedhë një foto në rrjetet sociale komplet vendi i gjakosur prej të aksidentuarve që kishte ardhur, edhe e kishte hedhë atë foto në rrjetet sociale duke i bën thirrje shoferëve, duke i thonë hajdeni një ditë ose një orë, shikoni me çka përballum na për shkak të punës juaj. Domthonë nuk është gjithmonë që na jena përgut, po thjesht është adrenalina, po ndihem mirë, shtype gazin edhe ndihem mirë, a kultura, a kultura në komunikacion. A shkatroj jetën dikujt, ndoshta keni pa edhe këtë rastin polici që nuk din cilin vend ishte në Kosovë, që duke ndalu një makinë, e ndeshën edhe godetën policin, edhe si pasoj polici shpëtoi po kamben, e ka humb kamben, njërin gjymtyr kamben. Sinqerisht rast Iran i dhemshëm pa fund. Unë nuk e di ku janë organet kompetente që flajnë aty në rasteve, se disa njerëz nuk meritojnë me kap timonin me durat ndonë rrugë. Hiç. A është, nëse dikush neve na kërcënon me jetë.